Pak që e Zotit koft me të gjithë ju dëgjoni me frikë dhe dridhje. Fjala e Perëndis nuk ndryshon sipas kohës dhe nuk përshtatet me debatet e kësaj bote. Sot, shumë njerëz humbasin në diskutime të kota, duke dëgjuar zëra që sjellin konfuzion. Disa dënojnë pa dhënë asnjë shpresë. Të tjerë lejojnë atë që Perëndia nuk e ka miratuar kurrë. Por e vërteta është vetëm një: pa shenjë të ri, askush nuk do ta shohë Zotin. Ti që jeton me dikë që ke tashmë fëmijë, por thua, nuk kemi nevojë për një letër zyrtare. Perëndia e njeh zemrën tonë. Kujdes! Zemra është gënjeshtare dhe mashtruese. Nëse Perëndia e njeh zemrën tënde, a e di se të mungon frika dhe respekti për t'u bindur? Nëse je vetëm dhe je bashkuar me dikë që është lënduar nga jeta, misioni yt nuk është të jetosh në mëkat, por ta sjellësh këtë bashkim në dritën e ligjshmërisë përpara altarit. Shkelja e kurorës dhe i moraliteti nuk pushuan se qeni mëkat, sepse bota ndryshoi. Ajo që ndryshoi ishte frika e njerëzve ndaj Zotit. Mos u gënje nga ata që mbyllin syt para mos bindjes tënde. Nëse ka fëmijë në mes, përgjegjësia jote është e dyfishuar. Ju detyroheni atyre shembullin e një shtëpie të shenjtëruar. Mos e përzjeni hirin e Jezusit me lejen për të jetuar si t'ju doj që i fi. Hiri të arrin në gabim për të nxjerrë prej ti, jo për të lënë atje. Vendos sot për altarin, til nga zonë e konfuzionit dhe hyr në zonën e bekimit. Koha e Perëndis është tani. Zëra që thërasin, që duan të gënjejnë çdo anë. Zëra që thërasin, që duan të gënjejnë çdo anë. zëra që thërasin, Duke thënë se gabimi nuk ka rëndësi në këtë vatan. duke thënë se gabimi Nuk ka rëndësi në këtë vatan. Por fjala jote është buroja ime e vërtet. por fjala jote është buroja ime e vërtet. Nga e vërteta jote nuk dua të largohem në jetë. Unë zgjedh frikën e Zotit, unë zgjedh altarin plot vlerë. Shtëpinë time në dritë, unë do ta ndërtoj këtë herë. Mjaft më me dyshime, mjaft më me vonesa pa kuptim. Në shenjtërinë e Perëndis unë do të eci me guxim. Qielli është për të vendosurit, shenjtë ruhoni. Amin.